Çmimet e naftës po kalojnë mbi $110 për fuqinë në tregje, duke rritur edhe kostot e karburantit. Spektri kursimit po fillon të shfaqet në Europë, ndërsa në shumë vende aziatike qeveritë kanë vendosur tashmë rregulla të rrepta dhe kufizime të detyrueshme për konsumin e energjisë për të shmangur një krizë. Në disa pjesë të Azisë, ku varësia nga importet e energjisë në lindja mesme është jashtëzakonisht e lartë, qeveritë po ringjallin zgjedhjet e testuara gjatë pandemisë. Punë inteligjente, zyra të mbyllura, javë pune të shkurtra dhe mësim në distancë. Rasti më ekstrem është ai i Sri Lankës. Për të ulur konsumin e karburantit dhe lehtësuar presionin në rrjetin energjetik, qeveria ka shpallur të mërkurën një festë për sektorin publik me mbylljen e detyrueshme të zyrave qeveritare. Në fakt, java e punës për mira punonjës publik është reduktuar në 4 ditë. Filipinet, Pakistani, por edhe vende të tjera aziatike kanë miratuar gjithashtu të njëjtën politikë, megjithëse me procedura të ndryshme. Por vendet aziatike nuk janë të vetme që po lëvizin në këtë drejtim, duke ndjekur rekomandimet e Komisionerit të Energjisë të Bashkimit Evropian. Qeveria daneze është ndër vendet e pakta europiane që inkurajon qartë përdorimin e punës inteligjente. Lëvizshmëria është një faktor kyç. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, makinat përbëjnë afërsisht 60% të karburantit të konsumuar në rrugë dhe udhëtimi për në punë përbën një pjesë të madhe të këtij totali. Vlerësimet sugjerojnë se 3 ditë punë inteligjente në javë mund të kursejnë 2 deri në 6% të konsumit kombëtar të naftës, ndërsa për një punëtor të vetëm kjo do të thotë deri në 20% më pak karburant. Për këtë arsye, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë po rekomandon qeverive një sër masash të menjëhershme, uljen e kufizimeve të shpejtësisë në autostradë me të paktën 10 km/h, nxitjen e transportit publik, uljen e fluturimeve të biznesit dhe futjen e ditëve pa makina, nga targa alternative në të diela pa makina. Sipas agjencisë, vetëm kufizimi i udhëtimeve ajrore të biznesit mund të ulë kërkesën për karburant aviacioni, një nga sektorët më të ekspozuar ndaj krizës deri në 15%.